Do të shkojmë tani live me Doris Sallakun, e cila po ndjen nga afër mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Tiranës që po diskuton buxhetin. Doris, të përshëndes. Edhe këtu ka Dor Spaku, i cili dje nuk i dha leje Erion Veliajt të ishte i pranishëm. Si po zhvillohet mbledhja dhe na tregon lutem Doris disa shifra të buxhetit të ri. Monika, të përshëndes, buxheti i Bashkisë së Tiranës për vitin 2026 është planifikuar që të jetë në shifrat e 6.6 miliard lekëve, të cilat edhe këtu ka një rritje për 6.6% nga buxheti aktual i këtij viti, i cili ka shifrat e 6.1 miliard lekëve, por duke u rikthyer tek mbledhja e Këshillit Bashkiak, ku sot pritet që të shqyrtohet i gjithë buxheti dhe më pas të miratohet, ka nisur problematikat që prej disa ditëve më parë, ku ka qenë kryetari i Bashkisë Erion Veliaj, tani më i paraburgosur prej 10 muajsh, që kërkoi me një letër zyrtare drejt Këshillit Bashkiak që të ishte i pranishëm në këtë mbledhje kur do të shqyrtohej buxheti, pasi ai arsyeton se propozimi i buxhetit për vitin e ardhshëm është një atribut ekskluziv i kryetarit të Bashkisë së Tiranës, ndaj duhet të ishte i pranishëm dhe miratimi i këtij buxheti pa konfirmimin e tij do të bënte një devijim nga standardet e qeverisjes vendore dhe po ashtu do të pengonte edhe realizimin e mandatit të tij demokratik. Menjëherë pas kësaj kërkese të Veliajt, Këshilli Bashkiak i Tiranës u vu në lëvizje, por me votat e vetëm 30 antarëve socialist të Këshillit, të cilët i dërguan një letër Spakut dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve për të pasur praninë e Erion Veliajt në mbledhjen e datës 18 dhjetor, pra të ditës së sotme, pasi kjo është një drejtë ligjore e tij si kryetari i Bashkisë së Tiranës për të miratuar dhe shqyrtuar projekt buxhetin për vitin 2026. Një projekt buxhet ky që duhet thënë është i ndarë në disa zëra. Buxheti ka vlerën e 6.6 miliard lekëve, siç e thashë më parë, dhe pjesa më e madhe e tij do të shkojë drejt arsimit, për mbrojtje nga zjarri, për rrugët, si dhe për rritjen e nivelit të pagave të administratës në bashki. Por duke u rikthyer tek debati mes Këshillit të Bashkiak dhe antarëve të tij, si atyre opozitar dhe atyre të mazhorancës, kjo kërkesë e drejtuar Spakut nuk ishte dakordsinë e antarëve opozitar, të cilët thanë që nuk ishin lajmëruar dhe nuk e mbështesnin një kërkesë të tillë. Por pavarësisht kësaj, Spak ktheu dje një përgjigje zyrtare ku nuk e miratonte kërkesën e Këshillit Bashkiak të Tiranës për lejen e veçantë të Erion Veliajt për të marrë pjesë në mbledhje, pasi ato arsytojnë se nuk përmbushte kuadrin ligjor, i cili përcakton se një paraburgosur mund të marrë leje të veçantë vetëm në rastet kur ka të bëjë me ngjarje të mëdha si ato shëndetësore, të cilat prekin dhe rrezikojnë jetën e familjarëve, dhe kjo duhet vërtetuar me një raport mjekësor, apo ngjarje të rëndësishme familjare siç janë lindjet, martesat apo edhe vdekjet, apo në rastet kur vetë i dënuari duhet të japë provime. Duke pasur parasysh që kërkesa nuk përmbush asnjë prej këtij kushti që përmban kuadri ligjor, kërkesa nuk u miratua nga ana e Spak. Ndaj dhe mbledhja e sotme, e cila pritet të nisë pas pak minutash e Këshillit Bashkiak, pritet shoqërohet me debata të forta, ashtu siç ka ndodhur dhe në mbledhjet të fundit, ku edhe pse pa praninë e zotit Erion Veliaj, emri i tij është bërë të është lakuar për të shkaktuar debate të forta në Këshill. Doris, unë të falenderoj dhe të uroj mandej punë të mbarë në vazhdim.